Të nderuar kolegë, profesorë të institucioneve, dëshiroj të falenderoj për ftesën organizatorë të kësaj tryeze shumë të rëndësishme. Në kushtet e sfidave klimatike konstante, planifikimi i qëndrueshëm dhe integruar i territorit është hyrë në një domosdoshmëri për mbrojtjen e ekosistemeve vendore, e investimeve të qëndrueshme dhe komuniteteve që mund të preken potencialisht nga kërcënimet e tilla të natyrës. Kavaja, territori që unë përfaqësoj, por dhe zonat përreth janë një ndër rajonet me kapitale të mëdha investimi në industrinë e turizmit dhe strukturat akomoduese, me një pozitë strategjike bregdetare, si dhe me përzierje të ekosistemeve rurale dhe urbane. Edhe kjo zonë është veçanërisht e ekspozuar ndaj efekteve të ndryshme klimatike, veçanërisht erozionin bregdetar dhe periudhat të gjata të thasësirës. Për fatin tonë të mirë dhe fal punës dhe investimeve shumë të mira në drejtorinë tonë të bonifikimit dhe kullimit, Kavaja nuk është prekur nga përmbytjet apo dhe fatkeqësitë të tjera natyrore, si rrëshqitja e dherave, por duke parë dhe ngjarjet e fundit në shumë zona bregdetare në mesdhe dhe gjithë komunitetin evropian, është krejt e qartë se kërcënimet e natyrës janë të vërteta dhe me pasoja shumë të rënda, qoftë në termat të kosto financiare dhe mbi të gjitha të kostove humane. Për hir të vërtetës, pavarësisht punës mirë dhe investimeve tona, jemi shumë të ekspozuar dhe të papërgatitur ndaj eventualiteteve të tilla. Për te ekspozimin ndaj fatkeqësive të tjera natyrore, unë do të prek 3 probleme konkrete që përballemi dhe për të cilën kemi nevojë për një strategji konkrete, të qëndrueshme dhe të integruar mbi erozionin në vijën bregdetare, thatësirën dhe menaxhimin e burimeve ujore. Kavaja, bashkia që unë përfaqësoj, bën pjesë në ulësirën bregdetare të Shqipërisë dhe karakterizohet nga një tokë me përbërje të butë, me florë dhe faunë shumë të pasur, por dhe shumë të ndjeshme ndaj erozionit. Struktura gjeologjike përfshin formacione ranore, argjilore dhe materiale të shkrifta. Si pasojë, erozioni bregdetar është bërë një kërcënim serioz nga golemi deri në spillë, dhe kjo fatkeqësisht jo për shkaqe natyrore, por për shkak të ndërhyrjes brutale të njeriu dhe mungesës së institucioneve. Disa nga shkaqet konkrete që mund të rëndisin janë mungesa dhe mangësitë në planifikimin kombëtar, strategjik dhe afatgjatë të territorit. Ndërtimet e pakontrolluara, pranvijës bregdetare, shkatrimi i dunave natyrore dhe pyjeve mbrojtëse, devijimi i lumeve si lumi shkumbin, mungesa një plani kombëtar të menaxhimit të trajtimit të mbetjeve, të cilat si pasojë kanë sjellë depozitimin e inerteve dhe mbetjeve të rënda vend pa vend dhe si pasojë dëmtimin e rënd të florës dhe faunës në gjithë zonën. Sa për t'ju dhënë një shifër, një pjesë të mirë të zonave bregdetare, erozioni përparon me 1.5 metra në vit, duke rrezikuar jo vetëm tokat bregdetare, por edhe infrastrukturën turistike dhe bujqësore. Një tjetër problem i madh për zonën është thatësira dhe menaxhimi i burimeve ujore. Veçanërisht në zonën turistike, Kavaja përballet me mungesë të ujit pishëm, thatësirës dhe burimeve ujore të mangëta për bujqësinë, që kërcënon ekzistencën e bujqësisë. Arsyet janë të shumta, por Shqipëria është një ndër vendet me niveli më të lartë të burimeve ujore në Europë dhe natyrisht institucionet duhet të bëjnë më mirë. Të nderuar kolegë, Kavaja dhe zona përreth kanë një potencial të madh për zhvillimin e qëndrueshëm, por përballen me sfida serioze të lidhura me mjedisin, përshtatja klimatike dhe menaxhimi i kujdesshëm i territorit. Investimet strategjike nuk janë vetëm çështje teknike, ato janë nevojë jetike për mbijetesën dhe mirëqenien e komuniteteve vendore. Nga ana jonë, ne kemi vullnetin për të çuar përpara në nivel lokal planifikim i qëndrueshëm territorial që parandalon ndërtimet në zonat ekspozuar dhe ruan strukturat natyrore mbrojtëse, zbatimin e projekteve të ripyllëzimit dhe rehabilitimit të dunave bregdetare për të ngadalësuar erozionin, krijimin e strukturave të buta mbrojtëse si barriera dhe bimësi ose gur natyror në vijën bregdetare, modernizimi i sistemeve të kanalizimit dhe kullimit, zhvillimi i infrastrukturës për ruajtjen dhe riciklimin e ujërave, si rezervuar të vejë dhe sistemet vaditëse, një plan vendor për menaxhimin e integruar të mbetjeve, si edhe patjetër një fushat ndërgjegjësimi për përfshirjen e komuniteteve në përballje me këto sfida. Projektet ndërkufitare dhe instrumentet financiare para aderimit në Bashkimin Evropian duhet fokusohen në këtë çështje ekzistenciale të shoqërisë sonë dhe nga ana tjetër strategjitë për implementimin konkret të ekonomisë qarkulluese në Shqipëri. Si një domosdoshmëri e kohës, do të thojë që janë një rëndësie prioritare. Për gjitha këto, kemi nevojë për qeverinë, kemi nevojë për institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, pasi kemi detyrën
t'i paraprim ditëve më të këqija për komunitetin dhe territorit që përfaqësojmë.